Kjo stuhi kaloi fjalë për fjalë nga një uragan i kategorisë 2 në stuhinë më të fuqishme në të gjithë planetin. Uragani Erin tani është i kategorisë 5 duke arritur mbi 860 km/h. Qendra Kombëtare e Uraganeve ka konfirmuar se kjo është një stuhi jashtëzakonisht e fortë e kategorisë 5 dhe madje mund të jetë stuhia më e fuqishme e regjistruar ndonjëherë në histori, që prej fillimit të mbajtjes së të dhënave në vitet 1800. Ajo filloi në Oqeanin Atlantik pranë Karaibeve, e ushqyer nga uji i detit me temperaturë nga 30 deri në 32 gradë Celsius, që është perfekte për formimin e uraganeve. Fakmirësisht, parashikohet që uragani Erin të kthejë drejtimin përpara çdo kontakti me tokën kryesore të SBA-ve. Sipas modeleve të qendrës kombëtare të uraganeve, pritet që të kalojë në veri të Porto Ricos dhe ishujve Virgjër, duke u zhvendosur në lindje të ishujve Turks dhe Caicos dhe Bahamasit juglindor përpara se të dobësohet. Edhe pse uragani nuk do të godas tokën kryesore të SBA-ve, ai do të lërë pasoja dhe do të shkaktojë rryma të rrezikshme detare dhe madje përmbytje bregdetare të mundshme përgjatë gjithë bregut lindor deri në Maine.